Në Vlorë, 3 ndërhyrje publike, Galeria e Arteve, kopshti nr. 10 dhe rruga ish fabrike Cimentos janë ndalur në mes, duke lënë pas skena që flasin për braktisje dhe mos funksionim. Angjëllat, rrjetat e ndërtimit dhe pluhuri janë bërë pjesë e përditshme qytetit. Më shumë se 1.5 milion euro të buxhetit publik janë shpërndar për projekte që nuk kanë përfunduar, ndërsa Bashkia Vlorë në një përgjigje zyrtare për Blu Televizion e pranon pezullimin e punimeve, por pa përcaktuar përgjegjësi apo humbje financiare. Në dokumentin zyrtar të nënshkruar nga Drejtoria Përgjithshme Rregullatore, Drejtoria Juridike dhe Njësia e Prokurimit, Bashkia e Vlorës i përgjigjet një kërkese për informacion me tone administrative, por përmbajtje që flet qartë, 3 vepra publike janë pezulluar dhe kontraktori, kompania ASI 2A, kompani SHPK, nuk i ka përfunduar. Në letrën që mban stemën e Republikës së Shqipërisë dhe logon e Bashkisë Vlorë thuhet se në godinën e Galerisë së Arteve nuk kanë përfunduar ende punimet për arsye teknike dhe pasi sheshi ndërtimit ka qenë pjesërisht i lirë, pasi në katin ku nuk punohet është magazinuar fondi veprave të artit. Në kopshtin nr. 10, Bashkia sqaron se nuk kanë filluar punimet në godin për arsye të mos çlirimit të sheshit të ndërtimit nga ana e investitorit. Për më tepër pranon se punimet në obor u ndërpren për arsye sigurie, ndërsa janë bërë përpjekje për zhvillimin e procesit mësimor në një godin tjetër, por është hasur kundërshtim nga ZVA Vlorë Himar. Sa i përket rrugës ish fabrika Cimentos, dokumenti thotë se operatori ekonomik ka kërkuar shtyrje të afatit të punimeve për shkak të mos reagimit nga shoqëria rajonale e ujësielljes kanalizimeve Vlorë për spostimin e linjës së vjetër të ujësiellësit. Në fund, bashkia njofton se ka miratuar zgjatjen e afatit dhe përfundimin e punimeve për 2 muaj deri në 17 shtator 2025. Në përgjigjen e nënshkruar, bashkia nuk i adreson drejt për drejt pyetjet mbi penalitetet apo mbi këqyrje, ndërsa kufizohet të përsërisë justifikimet e njëpasnjëshme. Punimet në Galerinë e Arteve nuk kanë përfunduar ende për arsye teknike. Në kopshtin nr. 10 nuk kanë filluar punimet për shkak të mos çlirimit të sheshit të ndërtimit dhe në rrugën ish fabrika Cimentos operatori ka kërkuar shtyrje të afatit për shkak të mos reagimit të shoqërisë rajonale të ujësielljes kanalizime. Në fund, bashkia shton se është miratuar zgjatja e afatit për përfundimin e punimeve për 2 muaj. Asnjë fjalë për kostot e vonesës, asnjë fjalë për përgjegjësinë kontraktuale të firmës zbatuese, asnjë fjalë për mbikëqyrjen teknike. Po pse dështoi planifikimi? Analiza e fakteve tregon se këto vonesa nuk kanë ardhur nga ngjarje të paparashikuara, por nga mungesa e planifikimit para shpalljes së tenderave. Të trija rastet ndajnë të njëjtën simptom, mungesë para përgatitje administrative dhe shkelje të nenit 21 të ligjit 162/2020 që detyron autoritetet kontraktore të garantojnë planifikim të plot teknik dhe logjistik përpara nënshkrimit të çdo kontrate. Në analizën tonë ligjore, Bashkia Vlorë rrezikon të ketë shkelur disa dispozita të qarta të ligjit. Neni 3, që përcakton transparencën dhe proporcionalitetin në përdorimin e fondeve publike. Neni 21/23 që kërkon mbikëqyrje të vazhdueshme të kontratave. Neni 123/125 që detyron vendosjen e penaliteteve për çdo ditë vonesë të pajustifikuar. Në mungesë të një auditimi të brendshëm apo ndërhyrje nga kontrolli i lartë i shtetit, qyteti rrezikon të humbas miliona lek në vepra që nuk sjellin asnjë përfitim publik. Ndërkohë të trija projektet mbajnë firmën e të njëjtit operator, ASI 2A, kompani SHPK. Në më pak se një vit, kompania ka fituar 3 tendera me vlerë të kombinuar 151 milion lek, por asnjë nuk është dorëzuar sipas afat. Në dokumentet e bashkisë nuk përmendet asnjë penalitet apo mas ndëshkuese. Dhe pse? Ligji për prokurimet publike është i qartë. Për çdo ditë vonesë, autoriteti kombëtar ka të drejtë të aplikojë penalitete dhe të kërkojë çdëmtim. Por si në shumë raste të ngjashme në Shqipëri, rregulli mbetet në letër, ndërsa kontraktori mbetet i paprekur. Dëmi që nuk llogaritet, përgjegjësia që zhduket dhe qyteti që pret dhe paguar. Kështu, Galeria e Arteve qëndron e mbyllur me rrjeta, kopshti nr. 10 boshatiset çdo ditë, ndërsa rruga ish fabrika e Cimentos mbetet e hapur në gjysmë. 3 vende që simbolizojnë artin, arsimin dhe jetën urbane janë kthyer në shembuj të paaftësisë për të zbatuar punë publike. Në fund, pasiviteti dhe paaftësia institucionale është më e zhurmshme se çdo makineri e ndalur. Vlora s'ka mungesë projektesh, ka mungesë përfundimesh, dhe kjo në gjuhën e qytetarëve do të thotë vetëm një gjë: dikush po paguan për punë që nuk përfundojnë kurrë.